Për herë të parë, Orkestra e Filharmonisë së Kosovës u ngjit në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë duke sjellë një koncert të veçantë për ardashësit korçar me tingujt e muzikës klasike shqiptare e botërore në qytetin e Serenatave. Në drejtimin e dirigjentit të njohur Bakia Shari, orkestra interpretoi një repertor të pasur artistik me vepra të kompozitorëve shqiptar dhe të huaj, të cilat u pritën me duartrokitje dhe emocione nga publiku ardashës. Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte interpretimi një serenate të njohur korçare, një surprizë artistike që krijoi atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese në teatr. Dirigjenti Bakia Shari e cilësoi këtë interpretim si një dhuratë simbolike për qytetin e Korçës dhe publikun e tij ardashës. Ishim emocion se si do të prezantoheshim, duke bazuar në faktin që ne jemi shumica, po themi absolute e Filharmonisë, anëtarëve të kësaj orkestre jemi për herë të parë tu në Korçë, edhe unë jam për herë të parë në Korçë. Dhe ky ishte një emocion i veçantë që po vim në një qytet të madh kulturor të Shqipërisë, të gjithë shqiptarisë, themi, me gjitha histori që ka, dhe natyrisht kishim emocion të prezantojmë një program enkas të përgatitur për publikun korçar. Emocione për koncertin në Korçë ndau dhe violinistja dhe solistja e njohur Sihana Badivuku, e cila vlerësoi publikun korçar si një ndër publikët më të kulturuar dhe më kërkues për muzikën klasike. Emocione përplot, në një anë unë dhash emocione, në anën tjetër publiku aq i ngroft i Korçës, që unë e di sa e keni një publik, jo vetëm ardashës, po muzikal, sepse Korça është me traditë shumë të lashtë e të lartë muzikore. Këtë e di prej disa artistëve që bashkëpunoj unë, edhe me një festival që heq në Kosovë. Orkestra e Filharmonisë së Kosovës është kthyer në një nga institucionet më të rëndësishme të muzikës klasike shqiptare në rajon. Përgjatë viteve, ajo ka përfaqësuar kulturën shqiptare në skenat prestigjioze europiane si në Vatikan, Paris, Rom dhe Bern, duke bashkëpunuar me artistë dhe dirigjentë të njohur ndërkombëtar. Koncerti në Korçë u mirëprit nga ardashësit dhe u konsiderua si një urë kulturore mes Shqipërisë dhe Kosovës përmes gjuhës universale të muzikës.